ibn Musa, përcjell nga gjyshi i tij përmes të atit si dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë nën apo baba s'mund t'i dhuroj fëmijës së vet gjë më të dobishme se sa edukata e mirë. Prindërit që e çmojnë fëmijën e vet dhe që për këtë arsye duan që ta edukojnë në mënyrën më të mirë, duhet që do mos e shmangin nga mendja e një të vërtetë. Sado që fëmia ka nevojë të plot për prindërit, në rrafshin e mbrojtjes dhe kontrollit, në kuptimin e vërtet, i përket Allahut e jo atyre. Pra prindërit nuk janë pronar të fëmijëve, janë instancë që janë dhënë në amanet fëmijët. Dhe këtë amanet duhet ta ruajnë si bebza e syrit. Janë të detyruar që ta kultivojnë pa e dëmtuar, ta bëjmë pjesë së botës pa e deformuar. Me që janë amanet, me fëmijët nuk kanë të drejtën që të sillen si duan vet. Duke ushqyer, arsimuar, shpërblyer, ndëshkuar, shkurt e shqip, duke gatuar personalitetin e tyre, duhet të veprojnë në përputhje me vullnetin hyjnor. Do vi një ditë kur pronari i amanetit do të pyes se si jemi sjell me atë amanet, çfarë i kemi dhënë, nga çka i kemi provuar atë. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dhalikal Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Çdo gjë e bukur në ekzistencë fillon me falënderimin ndaj krijuesit të gjithësisë. Krijesat i përkulen atij jo për shkak të tij, po për shkak të qetësisë së tyre shpirtërore, mirëqenies së tyre materiale në jetën e tyre shoqërore, në jetën e tyre kulturore, në jetën e tyre arsimore dhe kështu me radhë. Prandaj falënderimi është një vlerë, një virtyt, është një koncept aksiologjik të cilin e bën njeriu në relacion me krijuesin, veçanërisht ai që është besimtar. E thash kështu në përgjithësi njeriu, për shkak se kjo s'ka të bëjë vetëm me besimtarin, ka të bëjë me çdo njeri i cili është i hudhur në arenën e ekzistencës dhe nuk ka mundësi të jep kuptim pse është ai këtu, pse jeton, prej ku ka ardhur, ku do të shkojë. Këta pyetje, këta dilema të cilat i ka gjithnjë, atë e bëjnë të domosdoshëm që të mendoj për një fuqi e cila është tej lëndore dhe të cilës duhet që t'i falenderohet për ekzistencën e tij. Unë sot do të them disa fjalë në lidhje me Kur'anin si një koncept i cili sipas mendimit tim është diskursi më efikas në edukimin e brezave, veçanërisht në këtë periudhë në cilën është duke e kaluar, këtë periudhë të krizës, cilën është duke e kaluar njerëzimi. Ky është ajeti i parë që e lexova i surës Bekare, është e fillimi, sapo ta hapni Kur'anin, ato faqet e bukura, të dizajnuara të mushafit, e hasni këtë ajet të parë të surës Bekare, ku Allahu xhalla shanuhu thot Dhalikal Kitabu la rayba fihi. Ky është një libër në të cilin nuk ka fare dyshimi. Kjo është siguria me të cilën flet krijuesi. Ai nuk i jep argumentet, ai jep konkluzën në fillim, duke thënë që ky është libër në të cilin nuk ka dyshim, për shkak se vjen nga ana ime. Nëse ju keni dyshim në këtë libër, atëherë faqet tjera të cilat pasojnë pas këtij ajeti keni mundësi t'i analizoni në disa mënyra për të cilat unë do të përpiqem aq sa kam mundësi të jap disa koordinata se si ka mundësi të arrijmë deri te kjo konkluza që Kurani është libri në të cilin nuk ka dyshim se është koncepti më adekuat, duke patur, edhe këtë ta them, duke patur respekt të plot ndaj të gjitha besimeve të tjera, ndaj të gjitha pikpamjeve të tjera, por Kurani është një përmbledhje e urtësisë hyjnore, e cila në vete e ka edhe arsyen praktike të njerëzimit deri në kohën e pejgamberit alayhis salam. Hudal lil muttaqin, por ai
nuk e udhëzon çdo kënd. Ai i udhëzon vetëm ata të cilët janë të njerëzishëm. Ajeti e përdorën fjalën muttaqin, takva, që ne në gjuhën shqipe e kemi përkthyer në mënyra të ndryshme, më së tepërmit si devotshmëri. T'ju a them të drejtën, unë nuk e kuptoj si devotshmëri fjalën takva. Takva, Hazreti Omeri, njëri prej miqve shumë të afërt, pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, thotë që është që të ecni zbathur, kam zbathur, në një rrugë e cila është e shtruar me gjemba dhe mos që shpohet kama. Do thotë të keni kujdesin që mos ta prishni rregullin e gjithësisë, rregullin e rrugës. Jeta në këtë botë është një rrugë, të cilën ne pa ndërprerje jemi duke ecë, e cila nuk ka të bëjë vetëm me adhurimet dhe ibadetet e përditshme obligative të besimtarit, por ka të bëjë edhe me kulturën e tij, ka të bëjë me edukatën e tij, ka të bëjë me vendzënjen e tij në shoqëri. Prandaj thot Kurani është udhëzues, është udhëtregues për të gjithë ata të cilët e ndjejnë këtë dimenzion të njerëzishmes brenda në vete. Zoti i shfaqet gjithësisë në 3 mënyra ose në 3 trajta. Dhe prej nesh kërkon që ose me njërën prej këtyne, ose ajo që është më e mira, me të 3 këta trajta t'i kthehemi atij. Ashtu siç na ka sjellë në këtë botë. Trajta e parë është nëpërmjet të krijimit të natyrës. Natyra në çdo cep të saj, në çdo segment të saj, neve na thot Zot ka. Neve na thot që Zoti në natyrë ka do që të kthehemi, neve na thot që unë jam këtu. Vetëm që ka nevojë për sy të zemrës, të krahërorit, të cilët do ta shohin qenjen, qenësin, ekzistencën e Zotit në të gjitha segmentet të cilët janë në natyrë. Elementi dytë është shpallja, është Kurani, është zbulesa hyjnore. Pra teksti i cili i ka ardhur pejgamberit alayhis salam prej Allahu xhalla shanuhu, edhe ky ka karakterin e ngjajshëm me natyrën. Është njësoj për shembull kur lexohet Kurani, është sikur të uleni në një shkamp për rreth, themi në një mal të bukur, të gjelbërt, për rreth një lumi, dhe aty të shiqoni se si rrjedh lumi dhe ju të bëni pjesë e kësaj rrjedhe të lumit. Kjo është kënaqësia kur depërtojmë brenda Kur'anit dhe kur neve Kur'ani na merr me vete. Dhe elementi i tretë është brendia njerëzore. Njeriu në karakterin e vet është një mikrokozmos, thot Hazreti Aliu radiallahu anhu. Domethënë atë që e keni në makrokozmosin, në ekzistencën, kështu në makroplan, ajo në mikroplan është në vetë njeriu. Prandaj që në fillim edhe tema është e zgjedhur e tillë që këta 3 segmente, përmes të cilave neve na shfaqet Zoti në gjithësi, këta t'i bashkojmë dhe obligimi jonë si njerëz është që t'i bëjmë pjesë të jetës tonë sociale. Domethënë për atë Zoti e ka zgjedhur njeriu për ta bartur këtë amanet. Shpesh herë keni dëgjuar një ajet që unë derisa e kam lexuar dhe ta them deri diku kuptuar një vepër shumë të rëndësishme të një doajeni të letërsisë islame, Muhyiddin ibn Arabi, i cili ka jetuar në Andaluzi, në Spanjë, dhe është një prej filozofëve mistik më të njohur të historisë së njerëzimit. Ka qenë një prej personave i cili ka ndikuar dukshëm në komedinë hyjnore të Dante Alighirit dhe i cili ndikon sot veçanërisht në këtë filmografin, kinematografin, ta them transhumane, postmoderne, në të cilin jemi duke jetuar, si Matrixi, si Avatari, si Last Samurai i Tom Cruise dhe kështu me radhë. Ai thot që Zoti ja
prezantoi amanetin maleve, detrave, por ata refuzuan që ta pranojnë këtë, ndërsa këtë e pranoi njeriu. Cili është ky amanet? Ky amanet është fryma e Zotit. Njeriu është e vetmja qenie për të cilën në mënyrë direkte Zoti në Kur'an thot: "Fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Unë e fryva atij prej shpirtit tim. Thënë, njeriu është amanetçi i frymës së Zotit, dhe vetëm atëherë kur ka mundësi që ta konceptoj esencën e kësaj fryme dhe këtë frymë ta bartë në jetën e tij sociale, ka mundësi të jetoj si i njerëzishëm. Kurani famë madh i ekspozon si prindër shembullor për njerëzimin ata që shprehen dëmshuri ndaj fëmijëve, një segment i kuptimit drejt frymësimit të modelit ideal të prindërve. Ka dhe një ajet në surën Hadid, Allahu Gjellëshanu ajeti 2 thot: "Yuhyi ve yumit." Allahu është ai që jep jetë, që jep gjallëri dhe i cili e merr këtë gjallëri, e krijon vdekjen. Unë këtë ajet nuk e kuptoj se Allahu u merr shpirtin atë njerëzve dhe i sjell, i lind në këtë botë. Ky është një proces fizik. Fakti është që në analizë të fundit Zoti është ai që merr jetën dhe e jep jetën, mirë, ama sikur Allahu e di më së miri, por sikur neve na thotë që i gjallë është ai që është me mu, i vdekur është ai që është pa mu, nëpërmjet këtyj ajeti. Prandaj brezat e ardhshëm veçanërisht, po edhe ne, kanë nevojë shumë të dukshme për t'ju kthyer, ai ta them kështu, jo filozofisë së Kur'anit, po sofisë së Kur'anit. Për t'ju kthyer urtësisë së Kur'anit dhe për të analizuar të gjitha diskurset e Kur'anit. Allahu Gjellëshanu në një ajet në Kur'an thot: "O ju që keni besuar, mbroni veten tuaj dhe familjet tuaja prej zjarit të xhehenemit." Zjarri i xhehenemit nuk ka të bëjë vetëm me botën tjetër. Zjarri në një mënyrë djeg edhe në këtë botë. Ndoshta jo me atë intensitet të xhehenemit, por djeg edhe në këtë botë. Dhe në shumëtën e rasteve ne kemi siklete, kemi probleme të cilët nuk arrim që ti zgjidhim në kokën tonë, dhe këto neve na e shndërojnë jetën në ferr, e përdorim edhe si frazë, domethënë na e shndërojnë jetën në xhehenem. Posaçërisht këtë kemi te fëmijët, te gjeneratat e reja, pasi që edhe tradicionalisht dal nga dal fillon të humbet mbështetja në një krijues. Në gjeneratat e mëparshme, edhe pse jo shumë një pjesë nuk ka qenë, edhe për gjeneratat tona folit tash, edhe pse një pjesë nuk ka qenë shumë praktikante e fesë. Mirama ajo mbështetja në Zotin ka ekzistuar, ndërsa tash, sikur ne brezat të cilët janë duke jetuar tash i hudhëm, u zhveshëm traditën, haj kështu ta them. I zhveshëm prej petkut të traditës dhe i hudhëm në një udhkryq ku ka 4 rrugë dhe ata janë të zhveshur. Nuk arritëm t'i veshim edhe nga aspekti fetar, foli, edhe nga aspekti kulturor, edhe nga aspekti politik, tash foli për nënqelin tonë shqiptar, i lëm në këtë udhkryq të zhveshur. Nuk arritëm këtë petk, tash pasi që flasim për fen fetar, që atyre të aveshim dhe ata të kenë mundësi që të frymojnë, të marrin frymë në jetën e tyre në këtë periudhë me Kur'anin. Kur'ani nuk ka vetëm diskursin juridik. Një pjesë e madhe e njerëzve dhe besimtarve që sipas mendimit tim, ndoshta edhe gaboj, por sipas mendimit tim është e gabuar kjo qasje, e prezantojnë Kur'anin vetëm me dimenzionin doktrinar dhe me dimenzionin praktiko-juridik.
pa të cilat nuk ka fe, nuk diskutohet, do më thënë pa besim dhe pa praktikën obligative, fetare, nuk mund të thejmë për njënin që është musliman. Mirë po, pejgamberi a.s. ka dy grupe të njerëzve të cileve u dedikon ftesën dhe thirrjen e tij fetare. Një është ata që e kanë pranuar besimin dhe i praktikojnë urdhrat e pejgamberit a.s. dhe të Kur'anit, dhe një grup është ata që janë potencialisht që kanë mundësi ta pranojnë këtë. Dhe këta cilët potencialisht, nëse nuk i kemi parasysh, atëherë ta mendojmë kështu si një hipotezë e cila është e kundërta me realitetin, po ta përdori për ta sqaruar çështjen. Paramendoni sikur pejgamberi a.s. pas që të ishte takuar me melekun, engjëllin, Xhebrailin a.s. dhe ta kishte mbajt këtë për vete, për shkak se s'kishte besimtar tjerë, nuk ishte kërkush, ai ishte vetë. Dhe mos ta kishte parasysh këtë ummetin potencial. Do me thënë, këta ndjekësit potencial të ti, që të funksional nuk ishin besimtar ata. Mirë po ishin potencial që do të ndjekin pejgamberin a.s. sot nuk do të kishim ne musliman në botë. Pra ndaj edhe çdo besimtar duhet vendoset në pozicionin e pejgamberit a.s. dhe në këtë mënyrë të mendoj për auditorin të cilit i dedikohet nga aspekti fetar. Feja nuk është e malli jonë. Dhe ne nuk guxojmë të bëhemi roktar, roje të xhennetit dhe xhehenemit, ose të bëhemi truproje, bodyguard të cilët do të ruajnë fenë e Zotit. Zoti e ruan fenë. Xheneti është i Zotit, xhehenemi është i Zotit. Ai këtë dëshiron e fut aty. Mirë po ne duhet që në mënyrën më të mirë ta prezantojmë fjalën e Zotit, që nëpërmjet të fjalës së Zotit njerëzit ta kuptojnë brendinë e tyre esenciale dhe ta kuptojnë gjithësinë, dhe ta kuptojnë shoqërinë e tyre. Dhe këto elementet i bartin në jetën e tyre të përditshme. I dërguari i Allahut, tolerancën dhe durimin nuk e ka shprehur vetëm ndaj fëmijëve të vet, por u ka dërhequr vërejtjen edhe atyre përreth vetes. Një ditë pati marrë në prerë nipin e vet Hasanin, i cili urinoi, kurse nëna e tij e çumështit, Fadl, ishte nervozuar dhe i kishte goditur. Ai pati reaguar me fjalët: Allahu ta ndryshov sjelljen, ja dolçe shpirtin djalit tim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në edukimin e fëmijëve ka pëlqyer veprimin e durimtarit dhe qëndrimin larg dhunës, kurse njerëzit në shërbim të tij si ka goditur kurrë, as me një shuplak të vetme. Kurani e ka diskursin e tij besimor, që në mënyrë të përpikt i tregon se cilat janë rregullat për të besuar si musliman. Mendoj që këto shumica prej nesh i din. Edhe këtu ta dini që se tash bota bashkëkohore është shumë e shpejt nga aspekti i komunikimit dhe të ne vin ide të ndryshme, jo kështu, jo ashtu, mirë po në çështjet të cilat janë fundamentale nuk ka dyshim askush, domethënë besimin e Zotit në melekët, në librat, në pejgambert, në ditën e gjykimit, në caktimin e Allahu xhaleshanuhu, kushtet e islamit, obligimet të cilat Allahu xhaleshanu i kërkon prej nesh si musliman. Mirë po, Kurani e ka edhe diskursin e tij edukativ, diskursin e tij arsimor, diskursin e tij kulturor, diskursin e tij artistik. Ne nuk mund t'i edukojmë fetarisht brezat e ardhshëm si musliman foli, nëse e ngushtojmë mënyrën e bisedës në lidhje me fen vetëm në çështjet besimore dhe në çështjet ortopraktike, domethënë praktiko-fetare, të cilat janë shumë të rëndësishme, prapë potencoj për të mos u keq kuptuar. Por ama edhe këta diskurse tjera janë të rëndësishme. Për shembull, ja ta parashoj si një pyetje. A kemi menduar ndonjëherë pse Zoti ajetin e parë që ja zbret pejgamberit alayhis salam nuk i thot beso në Allahun xhaleshanu, po i thot lexo, studio, analizo, medito, kontemplo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar çdo gjë. Do me thonë që
kjo është një diskurs arsimor që neve Zoti na hapet në gjithësi. Edhe babës tonë, Ademit a.s. Allahu Gjellëshanuhu, që Ademi a.s. është një arketip, është një njeri përkryer, prej të cilit ne dhe kur përmendet në Kur'an, ai nuk përmendet vetëm si Ademi i cili ka jetu në filan e falan kohë dhe filan falan hapësir, por përmendet edhe si qeliza kryesore, indi kryesor i gjinis njerëzore. Dhe ajetet të cilet kanë të bëjnë me Ademin a.s. këtë mënyrë duhet shikohen. Për shembull, Ademit a.s. i thot, unë i fryna prej shpirtit, pastaj ju thash melekve që ti nënshtrohen ati. Fjala melek në gjuhën arabe ka kuptimin edhe të energjisë. Gjithsesi ka të bëj me engjëjt, por ka të bëj edhe me fuqit të cilët ekzistojnë në natyrë. Do me thonë që në një mënyrë Zotin eve në përmjet kësaj në thot që nëse e ndjeni këtë frym të Zotit, atëherë ta dini që nuk do të keni problem ekologjik, për shkak se ju do të bashkëpunoni me natyrën dhe nuk do të shkatroni natyrën. Ju do të keni kujdes ndaj një bime, ndaj një lule, ashtu si keni kujdes ndaj djalit, ndaj vajzës tuaj. Në anën tjetër, thot që ve alleme Adem el esma e kulleha. Pastaj i mësoi Ademit emrat. Dhe ajo që ndonjëherë më dëshpëron është se ne kur folim për këto emrat, shpesh herë themi që ja ka mësuar emrin e draprit, emrin e shatit, emrin e kacisë e kështu me radhë. Mendoj që është shumë inferiore dhe shumë e ullët në të mendojmë se Zoti ja ka mësuar emrin e kacisë Ademit a.s. Ja, du edhe ta të banalizoj pak çështjen që t'jem ma i kuptueshëm. Esma, isëm, emër, edhe në gjuhën shqipe, edhe në gramatik, edhe në filozofi, do të thot koncept. Allahu Gjellëshanuhu i mësoi Ademit a.s. konceptet, i mësoi atë tharmin prej të cilit ai do të ketë mundësi ta bëj bukën në filozofi, në urtësi, në kulturë, e kështu me radhë. Dhe kjo pastaj u zhvillua gjenerat pas gjenerate. Ne e pranojmë evolucionin intelektual të njeriut. Mirama, ato pikat kryesore, çakrat, i ka vendosur Allahu Gjellëshanuhu të Ademi a.s. dhe prandaj ne sot, kur gjejmë diçka të re, nuk themi që e krijuam, po themi e zbuluam. Themi e zbuluam, ndoshta me vetdije dikush e ka thonë këtë fjalë, ndoshta prej brenda na ka ashtu që themi e zbuluam diçka që është e mbuluar, jo që nuk ekziston. Diçka që është në gjenin tonë dhe në këtë e zbuluam. Prandaj, këta koncepte janë të përfshira në Kur'anin Adhimushan dhe për atë Kur'ani në të gjitha segmentet flet për dimenzionin arsimor, që ne si musliman duhet bëhemi autokritik. Në periudhën shekullin e 18, 19, 20 kemi pas problem. Ne nuk kemi arrit që të hapërojmë me kohën. Një prej poetëve me origjinë shqiptare që ndoshta pak e kemi dëgjuar dhe pak e kemi kultivuar në si shqiptar, është Mehmet Akif Pejani, ose Ersoi, i cili ka shkruajtur edhe himnin e Turqisë, ka një libër shumë të mirë, fenomenal, me poezi, që quhet Fletët ose Safahat, është e përkthyer edhe në gjuhën shqipe, mund ta lexoni. Ai thotë që ka jetuar në fillim të shekullit 20, thotë që prej Kur'anit duhet të merrni frymëzimin dhe ta zbritni Islamin në kohën tuaj. Pa e bë këtë, ne domin më të madh ja bëjmë Islamit. Ne për fat të keq, për shkak se nuk depërtojmë në këta diskurse, të cilat i përmenda, të Kur'anit Adhimushan, ne kemi dy islame. Ne kemi një islam të librave i cili qëndron në rafte, dhe kemi një islam të gjallë, të cilët e jetojnë edhe familjet e hoxhallarëve më të mëdhenj.
i cili nuk është i ngjajshëm me atë islamin në libra. Nuk është problemi se islami në libra nuk është adekuat, po është problemi se ai islam i librave duhet të zbresen në përditshmërinë to. Analiza pa patur një qasje analitike, nëse ne bëjmë vetëm deskripcion, përshkrim të çështjeve, një pjesë e madhe e brezave nuk kanë mundësi ta kuptojnë atë diskurs i cili vetëm bartet, transmetohet, përcillet deri në ditën sonë. Por ai duhet të analizohet. Ai duhet të analizohet nëpërmjet segmenteve të cilët ne sot i kuptojmë. Për shembull, ja kështu do ta them. Sipas meje, një komentues shumë i mirë i Kuranit mund të jetë personi i cili din filozofi, i cili din sociologji, i cili din pedagogji, din psikologji, rastet të caktuara din kimi, din fizike e kështu me radhë. Nuk ka mundësi që ne t'i njohëm vetëm shkencat klasike, që janë të domosdoshme për komentimin e Kuranit, gjuha arabe, aluzioni, metafora e gjuhës arabe, nuk diskutohet. Mira më, krahas këtyre, neve në nevojitet kjo në të cilin do të vendosim në këtë tort të bukur, këtë kek të bukur të fesë islame. Nëse enën nuk e kemi si duhet, atë kjo do të shpërndahet dhe nuk do të ketë ndikimin e vetë. Prandaj, para së gjithash, personi i cili nuk i ka këto kapacitete, nuk mund të bartë ajetin e Kuranit, a mos të diskutojmë hadithet dhe sunetin, traditën e pejgamberit a.s. Tradita e pejgamberit a.s. Suneti, nuk është organizëm i vdekur. Ne, për fat të keq, shpesh herë bartim si organizëm të vdekur. Ka qenë para 1400 vjetëve dhe shumica e njerëzve në subkonsciencën e tyre mendojnë se ajo është atje, ne jemi këtu dhe nuk ka të bëjë shumë me ne. Tradita e pejgamberit selam, suneti është traditë konstituive. Ajo është e gjallë në të gjitha periudhat. Pejgamberi a.s. është njeriu universal i cili mund të vendoset në çdo hapësirë dhe në çdo kohë. Por është me rëndësi që atë ne ta prezantojmë dhe ta paraqesim me atë frym të kohës në të cilën jemi duke jetuar. Nuk duhet haruar se të fëmijët më tepër ndikon shembulli sesa urdhëri dhe qortimi. Fëmia nuk e pëlqen atë që dëgjon dhe lexon, por atë që sheh. Veprimet e veta i formson, duke marrë si shembull nënën dhe baban e vet. Të qenit shembull i mirë, për fëmijën përbën një kusht për zhvillimin e tij dhe ka peshë të jashtëzakonshme në përshtatjen ndaj jetës shoqërore dhe asaj të adhurimit. Treguesi më i qartë, si dërguari i Allahut, nuk i ka përjashtuar fëmijët nga jeta sociale, është mospengimi i tyre që të shkojnë në xhaminë e Medinës. Ajo xhami nuk ishte vetëm vend adhurim dhe shkollë, por një qendër ku njeriu mësonte drejtësinë. Në xhaminë e pejgamberit, edhe në kohët e namazeve, fëmijët kanë formuar një rresht të veçantë pas burrave. Treguesi i dërguari, fëmijët i ka përballur me rrjedhën e jetës. Ai ka falur ndonjëherë namazin, me nipin në gjoks, madje edhe ka prirë në namaz, apo ka mbajtur ligjëratën e së premtës në këtë gjendje. Përmes këtij veprimi, ka synuar formësimin e fëmijëve me namaz. Krahas diskursit arsimor, është i rëndësishëm diskursi edukativ. Ky është shumë i rëndësishëm për shkak se sot bota bashkohore ka problem me konceptin e edukatës, ose koncepti i edebit. Pak më përpara e përdora fjalën respekt. Për shembull, shumë e përdorin fjalën respekt. Fjala respekt do të thotë që pa marrë parasysh se a e dush dikant ose nuk e dush, po për shkak të njerëzishmes dhe mirëqenjes sociale të kesh një qasje pozitive ndaj mendimit të tij. Këtu ka pak fodullëk ose qibër, ama te dashuria nuk ka. Dashuria në nënën e dum pa asnjë farë interesi. Në djalin, vajzën e dum pa asnjë farë
interesi. Ne e humbëm konceptin e dashurisë në fe. Besimtarët nuk dinë të dashurojnë. Besimtarët për fat të keq kanë probleme edhe me përdorimin në gjuhën e tyre të përditshme nuk ekziston fjala dashuri. Kanë frikë të përdorin dashuri. Ndërsa Allahu Gjellëshanu në Kur'an thot, ata që besojnë, alladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ata që besojnë, ata flakt e dashurojnë Allahun Gjellëshanu. Dhe kjo dashuri ndaj Zotit bartet pastaj edhe në segmentet tjera. Pa dashuri nuk ka edukat. Këtu e kam fjallë. Pa dashuri nuk ka edep. Për shembull, paramendonja një nxënës ose një student i cili qëndron para derës arsimtarit, profesorit të vet, prej pas namazit të yatsis deri para namazit të sabahut, vetëm mos t'i bjerë derës ta shqetësoj profesor. Kjo është një edukat ose një djalë, një vajzë që rri me edep, me edukat para prindërve të vetë, para arsimtarit të vetë, në shoqëri sillet i tillë e kështu me radhë. Pra, kjo dashuri besoni që një pjesë të madhe të feve tjera, ja, për shembull krishtërimin në kam e mban vetëm koncepti i dashurisë. Unë pa thënë kur gjë për të tjerët, nuk kam dëshirë të foli këtu të bëj krahasime, mira më vetëm koncepti i dashurisë dhe diskursi i dashurisë e mban në kam konceptin krishterë. Ndërsa te ne është pjesë e pandashme e fesë. Unë tash mund t'jap shumë argumente, por kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Pejgamberit alayhis salam Zoti i thot thuj, nëse ju e dashuroni Zotin, e dashuroni, jo nëse e respektoni, i bëni ibadet, nëse e dashuroni Zotin, atëherë ecni gjurmëve të mia. Mboheni tabi, ja, një fjalë që e kemi përdorur në më përpara, në gjenerat e më pashme, por do të thotë që ecni andej ka kam ecun, jo të më kopjoni. Se ne e prezentojmë këtë si kur duhet bëhemi fotokopje e gjeneratave të para. Po s'ka mundësi, kjo është e pamundshme. Ne kemi distancë 14 shekullore, ne kemi brenda kësaj distance ndikime pozitive që edhe duhet të kulturave dhe qytetërimeve të ndryshme. Dhe këtë ne nuk mundet t'i largojmë këto, kështu hajde na është kujtu neve dhe kthehemi në gjeneratat e para dhe i largojmë të gjitha këto që kanë. Është e pamundshme kjo. Por ne kemi mundësi të ecim gjurmëve të tij. Për shembull, ndoshta unë tash nuk jam i veshur si Hazreti Omeri. Mirë, po nëse jam i drejtë si Hazreti Omeri, atëherë unë eci gjurmëve të Hazreti Omerit. Do me thënë, ose unë nuk kam ardhur këtu me deve, por unë nëse kam guximin e Hazreti Aliut, atëherë unë jam duke ecur gjurmëve të Hazreti Aliut, ose nëse përpiqem që të bëj shkencë ashtu si ka bë Hazreti Aliu, unë eci gjurmëve të Hazreti Aliut. Edhe pse fëmia jeton sot, në fakt ai përket më shumë të nesërmës se sa të sotmës. Mundi i harxuar për të ka kuptimin e kultivimit të njeriu të së ardhmës, domethënë të formësimit të shoqërisë së ardhmës. I dërguari i Allahut ka thënë: "Ke obligime ndaj fëmijës", duke treguar më pas se detyra kryesore që duhet realizuar është edukata e mirë. Zhvillimi social dhe kulturor i fëmijës, edukimi trupor dhe mendor i tij, kultura etike dhe fetare e tij, fillon që nga prekri i nënës dhe realizohet në mjedisin familjare më gjerë. Prindërit që duan një fëmijë të dobishëm, gjithnjë duhet të kenë parasysh këtë këshill të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asnjë prind nuk mund t'i dhurojë fëmijës së vet gjë më të vlefshme se edukata e mirë. Si porosi kryesore do të kisha thënë që ne si besimtar, jo vetëm si hoxhallar. Thomas Arnoldi thot atëherë kur feja ju ka mbet hoxhallarëve ka filluar që të shkojmë mbas. Nuk ka të bëjë kjo me klerin fetar. Kjo ka të bëjë me ndjenjen për ta përjetuar besimin
dhe për ta përjetu në nështrimin dhe përkushtimin tonë ndaj krijuesit. Nevojitet një rilexim i teksteve të cilat ne i kemi dhe i bartjes së tyre këtu në hapësirën tonë. Ka një term i estetëve gjerman, i cili, sipas mendimit tim, është i huazuar prej lindjes, që është Einfühlung. Einfühlung do të thotë që të merrni një objekt estetik prej natyrës, prej jashtë, ta përpunoni në laboratorin tuaj të brendshëm dhe pastaj piktori ta prezentoj në pëlhur, kompozitori në kompozicionin e vet, performuesi, këngëtari në këngën e vet, në zonën e vet e kështu me radhë. Feja është kjo. Shpallja, Kurani, është momentalisht një objekt të cilin ne e kemi në dorë. Ne e kemi të domosdoshme që ja ta marrim, ta bartim në brendin tonë, ta bëjmë pjesë të frymës tonë dhe pastaj ne ta nxjerrim në pëlhur, ama me qëllim e them, me këtë përmasën artistike, ta nxjerrim në pëlhur ose në kompozicion, ta veshim me etik, ta veshim me estetik, që ajo të mund të bëhet vlerë. Një gjë përderisa nuk bëhet vlerë, nuk ka zgjerim të brezat. Ajo duhet të bëhet vlerë dhe pastaj që të kemi mundësi që brezat e arshëm të kenë mundësi që të frymojnë lirshëm. Do të thënë ata mos jenë inferior, mos jenë të ngushtuar me fen, po të jenë relax, të jenë të lirë, të jenë të mund të ecin në të gjitha segmentet e jetës me konceptin dhe diskursin e fesë. Mendoj që edhe për njerëzit e tjerë, jo vetëm për muslimanët, ne kemi këtë obligim edhe të tjerëve t'u prezentojmë si një mundësi, për shkak se shekulli 21 është shekulli i shpirtërisë. Ne jetuam 2-3 shekuj të materializmit të sforcuar. Dhe shihni ku erdhëm, filluam të groposim gropën tonë dhe të mbëlohemi me dheun tonë. Dhe kjo hapësirë, pak më parë i përmenda filmat, arti është i pari që hecën. Dhe ato na tregojnë se ka do të shkoj mënyra e të menduarit njerëzor, do të shkoj drejt shpirtërisë, spiritualitetit. To filma që i përmenda si Avatari, Matrixi, Last Samurai dhe shumë të tjerë, ecin drejt shpirtërisë, tregojnë se Tom Cruise skapse prej Amerike shkoja në Japoni dhe të pëlqej jetën e samurajve lindor dhe të vendoset atje. Dhe më thënë, kjo është një mesazh që tregon se ka do të ecet, prandaj ne kemi një koncept shpirtëror të prezentuar në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit alayhis salam, i cili është i përpikt bashkë me besim të qartë, bashkë me praktik të qartë, bashkë me etik, me edukat, me estetik, me kultur, me art, dhe si një tërsi të tillë, nëse e prezentojmë fen, kemi mundësi që të edukojmë gjeneratat e ardhshme. Faleminderit.